E gjithë bota I ka sytë drejt Donald Trump për raundin e ri të tarifave në të ashtu quajturën ditën e çlirimit për ekonominë amerikane. Planet e presidentit amerikan kanë tronditur tregjet globale dhe kanë shkaktuar mosmarrëveshje me partnerët më të mëdhenj tregtar të SBA-s. Trump ka bërë të qartë disa objektiva që dëshiron t'i arrijë përmes tarifave të tij, të kthejë prodhimin në SBA, të përgjigjet politikave të padrejta tregtare nga vende të tjera, të rrisë të ardhurat, si dhe të stimulojë goditjen ndaj emigracionit dhe trafikut të drogës. Një tarifë e importit për 25% për makinat që hyjnë në SBA ka hyrë në fuqi. Disa tarifa tashmë janë zbatuar në mars për të gjitha produktet e çelikut dhe aluminit që hyjnë në Shtetet e Bashkuara në masën 25%. Trump gjithashtu ka rritur tarifat për të gjitha mallrat e importuara nga Kina në masën 20%. Kanadaja ka reaguar ndaj tarifave duke vendosur një taks për 25% për çelikun dhe aluminin amerikan, siç ka bërë Kina në masën 10 dhe 15% për disa mallra bujqësore amerikane. BE-ja ka paralajmëruar se është e gatshme të hakmerret, ndërsa Britania e Madhe ka thënë se është e përgatitur për më të keqen. Administrata e Trump ka argumentuar se rënja e besimit ka të bëjë me pasigurinë mbi politikën tregtare, jo me ndikimet e vetë tarifave. Megjithatë, ekonomistët thonë se ndikimet e tarifave do të kenë një tjetër pasiguri në vetvete, që ka të ngjarë të rrisë çmimet, duke ndikuar tek bizneset amerikane si dhe tek konsumatorët.